Ditën e djeshme në rrjetet sociale erdhi edhe reagimi I parë I Jozit për deklaratën që Ledri bëri në një emision kundërdrejtëse me kë do të bashkëpunonte dhe me kë jo. Takohemi pikërisht në kanalin Monitor TV për këtë temën për të diskutuar dhe për të sjellur pranë jush deklaratën e Jozit në një question që Jozi kishte bërë në Instagramin e tij, ndoshta me kastile, për të kthyer përgjigje kundërdrejt të Ledrit dhe përgjigjja e Jozit ishte kjo: Qingjat në tufe, Luani I vetëm në front. Do të thënë qingjat në tufe, që këtë e çon për Jozin, për gjestin dhe për të gjithë ato të cilët kanë folur kundërdrejt Jozit dhe ai I vetëm në front. Siç duket, do të thënë inati dhe mlefi akoma nuk ka kaluar nga ana e asnjë pale. Në rrjetet sociale ku gjithçka përhapet me shpejtësinë e dritës, një deklaratë e fortë I ish-banorit të Big Brother VIP Albania, Jos Markut, ka hapur një debat të gjerë mes fansave të muzikës shqiptare dhe ndjekësve të showbizit. Gjithçka nisi disa javë më parë kur reperi I njohur Ledri Vula gjatë një interviste spontane u pyet nëse do të pranonte ndonjëherë një bashkëpunim me Jozin dhe përgjigjja e tij ishte e prerë dhe e qartë: jo, nuk do bëja kur bashkëpunim me të. Deklarata e Ledrit u shpërnda masivisht në rrjetet sociale duke ngjallur reagime të ndryshme, ku një pjesë e konsiderueshme e ndjekësve shihnin këtë si një snobizëm artistik, ndërsa të tjerët e konsideronin si një qëndrim personal të reperit I cili rrallëherë përfshihet në polemika publike. Por duket se heshtja nuk do të zgjas shumë. Ditën e djeshme, Jos Marku ka organizuar një bisedë virtuale me ndjekësit e tij në Instagram, ku ju përgjigj një sër pyetjesh, përfshirë edhe atë që kishte të bënte me refuzimin e Ledrit për bashkëpunim me të. Dhe përgjigjja e tij ishte epike, e mbushur me simbolik dhe mesazhe të qarta: qingjat në tufe, Luani vetëm në front. Kjo deklaratë menjëherë u bë virale në TikTok, Instagram dhe Twitter, është interpretuar nga shumë si një thumbi drejt për drejt ndaj Ledri Vulës dhe ndoshta edhe ndaj një pjesë të industrisë muzikore, që sipas Jozit funksionon si tufe ku dominon mentaliteti kolektiv dhe jo autenticiteti individual. Ai e vendos veten në rolin e Luanit, një figurë që shpesh simbolizon udhëheqësin, të pathyeshmin dhe të pavarurin. Reagimet nuk kanë munguar, fansat e Ledrit e kanë parë këtë si një provokim të panevojshëm nga ana e Jozit, ndërsa mbështetësit e Jozit e kanë përshëndetur guximin e tij për të folur hapur dhe për të mos u përkulur para emrave të mëdhenj të industrisë. Disa madje kanë sugjeruar që kjo përplasje mund të jetë edhe një lëvizje e qëllimshme për të tërhequr vëmendjen edhe për të krijuar zhurmën mediatike për projekte të ardhshme. Në mes të këtij debati publik janë ngritur edhe pyetje më të thella mbi klimën brenda showbizit shqiptar. A ka vend për bashkëpunime të sinqerta? A ndikon fama në raport mes artistëve të rinj dhe të konsoliduar, apo kemi të bëjmë me një ndarje të qartë midis atyre që janë brenda rrethit dhe të tjerëve që përpiqen të gjejnë hapësirën në këtë treg të mbyllur? Derisa Ledri të zgjedhë të reagojë ose nuk do reagojë, duket se Jozi është vendosur të mos hesht. Në disa postime të tjera të fundit, ai ka lënë të kuptohet se nuk është hera e parë që do të flasë me tone të forta për industrinë e muzikës, duke u prezantuar si një artist që nuk ndjek krymat, por e krijon rrimën e tij. A do të përshkallëzohet ky debat në një armiqësi të vërtet publike, apo do të mbetet vetëm një përplasje virtuale e përkohshme? Kjo mbetet për tu parë, por një gjë është e sigurt: rrjeti po digjet dhe syt janë tek Ledri nëse do të zgjedhë të ulet në front apo do të përplaset me Luani në heshtjen e shpesh që thot më së shumti me fjalë. Përtej deklaratave personale, kjo përplasje ka ndezur një diskutim të thellë mbi mënyrën si funksionon muzika shqiptare dhe përjashtimi që shpesh u bëhet artistëve të rinj apo atyre që dalin nga formatet televizive si Big Brother. Jozi me një audiencë gjithnjë në rritje dhe me një stil që dallon nga komercializimi I zakonshëm, duket se ka vendosur të sfidojë normat dhe elitën muzikore, duke treguar se nuk I friksohet përballjeve publike, as edhe me emrat më të mëdhenj. Interesant është fakti që kjo deklaratë erdhi në një moment kur Jos Marku po përgatitet për projekte të reja muzikore. Ka nga ata që besojnë se Luani, në këtë rast Jozi,
po shfrytëzon këtë debat për të rritur zërin e tij në një industri ku ndonjëherë je i detyruar të bërtasësh që të dëgjojnë. Ndërkohë Ledri, me karrierë të konsoliduar dhe një imazh të pastër prej vitesh, mund të jetë i kujdesshëm për të mos e zhvilluar mëtej një debat që mund të cënojë reputacionin e tij të ngritur me kujdes. Nëse kjo përplasje do të sjellë thjesht një val memesh, komentesh dhe thashe themesh, apo do të kalojë në një rivalitet artistik ku përplasja ndodh përmes këngëve dhe projekteve, mbetet për tu parë ajo që është e qartë është se publiku shqiptar është më i vëmendshëm se kur dhe gjithmonë i jetur për drama që përfshin emrat më të nxehtë të skenës dhe në këtë betejë të egove të fjalëve të forta Luani ka vendosur të mos hesht. Domethënë Luani në këtë rast Jozi ka marrë të gjithë forcën e tij për tu ballafaquar me të gjitha komentet që fliten për të. Do të shohim nëse do të ketë një rikthim apo një replay të komentit të Ledrit apo Ledri do ta vejë këtë gjë në vesh të shurdhër.